Sot është një ditë historike dhe e gëzueshme për mbar komunitetin ortodoks të Shqipërisë. Pasi në këtë ditë 16 shtator 2025, Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse Autokefale të Shqipërisë, i mbledhur në këtë ditë nën kryesimin e kryepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë fortlëmturisë së tij, Imzot Ioanit, zgjodhën 2 mitropolit të rinj, mitropolitin titullar të Amandjas, Irsin Nathanaelin si mitropolit i Gjirokastrës dhe episkopin e Krujës, Imzot Anastasin, si mitropolit i Korçës. Gëzuar dhe përshëndetje. Amin. Lutemi ju japi mitropolitëve të rinj, Perëndia shëndet, jetë gjatë edhe ndriçim. Lutja ka fuqi shumë të madhe dhe kisha jonë beson në lutje. Është një kishë e lutjes. Ne gjithë kemi nevojë për lutje. Kryepritorit do të lutet për Grigjën dhe Grigja do të lutet për kryepritorin. Dhe kështu bëhet një bashkim i përsosur. Kështu ka qenë kisha në shekujt shekujve. Gëzuar dhe përshëndetje. Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse Autokefale të Shqipërisë, në drejtimin e fortlëmturisë së tij kryepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Zotit Ioan, u mlodh sot me 16 shtator 2025 në selinë e Sinodit të Shenjtë në përputhje me statutin e Kishës dhe zgjodhi si mitropolit të mitropolisë së Shenjtë të Gjirokastrës hiresin e tij mitropolitin e Amandijas, Zotin Nathanail, burr me sjellje dhe moral shembullor dhe me hishmëri priftërore, i sprovuar mirë në jetën kishtare, i pajisur me arsimin e dur kishtar, plot me besim dhe me aftësi dhe me eksperiencë shumë të gjerë dhe të çështjeve kishtare, si rredoje shërbimit të tij të nderuar dhe të pëlqyer të deri tanishëm në Kishë, u zgjodh mitropolit kanonik i mitropolisë së Shenjtë të Gjirokastrës, Tiranë, me 16 shtator 2025. Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Zoti Ioan dhe gjithë Sinodi i Shenjtë përreth tij. Fronëzimi i mitropolitit të Gjirokastrës do të kryhet në datën 20, ora 11, ditën e shtunë në Katedralën Ngjallja e Krishtit Gjirokastër. Kjo zgjedhje vjen pas një periudhe ku froni i mitropolisë së Gjirokastrës mbeti vakant pas jetëndërimit të mitropolitit të saj, të ndirit Hirsi Dimitrit, dhe froni i mitropolisë së Korçës gjithashtu, me zgjedhjen në mars të vitit 2025 të fortlëmturisë së tij Ioanit si kryepiskop i Kishës Ortodokse Autokefale të Shqipërisë, i cili më parë ishte mitropolit i Korçës. Kjo mitropoli u mbikëqyr nga fortlëmturia e tij deri në zgjedhjen e mitropolitit të ri. Mbas mbledhjes së Sinodit të Shenjtë në kishësën e selisë së Sinodit të Shenjtë, u dha mesazhi i madh. Ishte një shërbes e shkurtër, por emocionuese, ku u shpall lajmi për zgjedhjen e mitropolitëve të rinj. I bekuar është Perëndien gjithneta një për herën e jetë të jetëve. O bret kjellor ku selimtar spiriti i të veshe vërtetës që dodhet këtu kudo dhe i bus të gjitha thesarit e mirave dhe dhurues jetë e jeja dhe këndro dërnem dhe pastrona nga çdo njohje të speto o i mirë spiritratan. Shenjtë rëndi, shenjtë fuqishëm, shenjtë vardhshëm shirona. Shenjtë rëndi, shenjtë fuqishëm, shenjtë vardhshëm shirona. Shenjtë rëndi, shenjtë fuqishëm, shenjtë vardhshëm shirona. Shërbjatë e Fillit dhe Shpirtit të Shenjtë tani e për herë një jetë tani. Ty një të shenjtë shirona. O Zot, fal në mëkatet tona. O Zot, i madh ndih kosit tona. O i shenjtë vështro dhe shëro së mundjet tona për emrin tënd. Mëshiro Zot, mëshiro Zot, mëshiro Zot, dhe madhjatit e Birit dhe Shpirtit të Shenjtë tani e për herë një jetë tani. A dy gjë, u shëjtërofte e mbyt, ardhë mbretëria jote, u bë dëshira jote, si në qiell ashtu në mbi, bukën tonë të përditshme, jep na neve sot, dhe fal na fajet tona, sikurse dhe ne u falim fajtorëve tanë, dhe mos na shtirë në ngasje, roshkët tona nga i liku. Se joti është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia, e Atit e Birit edhe Shpirtit të Shenjtë tani e për herën e jetë të jetëve.
dhe kur shpërndau gjohet e zjarit, I thirrit të kitër në bashkim, dhe me një zë po lavdërojmë shpirtin e Mëshiron o Perëndi sipas mëshirës sate, të madhe të lutem ndigjo dhe mëshiro. Mëshiro, o Zot, mëshiro, o Zot, mëshiro, o Zot. Lutemi dhe për të Krishterës pestar dhe orthodoksë. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Lutemi dhe për kryepiskopin ton Ioanin dhe gjithë vllazërin ton me Krishti. Mëshiro, o Zot, mëshiro, o Zot, mëshiro, o Zot. Se ti e Perëndi mëshirues dhe neridases dhe të drejtojmë lavdin, atit e Birit edhe Shpirtit të Sënë, tani e për herën e jetës të jetëve. Amin. Lavdimet jo Perëndis për shëngjën, lavdimet din. Lavdiat dhe Birit dhe Shpirtit të Shenjtë tani e për herën e jetës. Amin. Mëshiro o Zot, mëshiro o Zot, mëshiro o Zot, e kokër e Zot e shenjtë. Ai që dërgoi prej qiellit në formën gjuhës të zartë të Shpirtit të rësend, mbi xhenësit dhe apostujt e tij të send, Krishti Perëndin e vërtet me dërmetimin e anës të tij të paqënuar, dhe krejtë papirlyer me fuqinë e krykit të dëruar dhe të bërës, me mbrojtje fuqive kelore të duruar dhe të patru, me lutje të dëruar të lavdëruar profetit pararendës dhe pagëzorit Ioan, të apostujt të send dhe lavdëruar të gjerë, të dëshmorëve të send dhe lavdëruar, të hetërve tanë dosinar dhe hiprures, të hirprindërve të send dhe drejtë Joakimit dhe Anës, dhe të gjithë shëndorëve të tina mëshirov dhe në shpetov si Perëndi I mirë në ridasis dhe mëshirues. Falënderimet e grokta I detyrohet Perëndis triadik, se me anët e votës se fortulumturisë të tij, kryepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë e Ioanin, dhe të kryepishtërinëve të sinodit të send të Kishës Ortodokse autokefalit të Shqipërisë, unë I perulluri, u votova I mitropolisë send të Gjirokastrës. E pranoj këtë detyre dhe shërbesa të nderuar kishtare. Premtoj se duke punuar me zel dhe vetmohim me hirin e Perëndisëm, do të kryej të gjitha detyret kryepiftërore për të mbarituar mitropolinë keme është besuar, duke ruajtur me besnikëri kanonet e senda dhe të hirshme, traditat e senda dhe ligjet kishtare. Do të bitem me të gjithë për ulesin ndaj vendimeve të sinodit të send të Kishës Ortodokse autokefalit të Shqipërisë, duke mbrojtur të drejtat e Kishës. Në lidhje me këto I jap sigurit e plot, duke nënshkruar vetë me dorën time, I zgjedhur mitropoliti Gjirokastrës Nathanail. Me oratët e drejtarët e send, o Zoti Jesu Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Njoftim, Sinodi Shenjtë I Kishës Ortodokse autokefalit të Shqipërisë në ndrejtimin e fortulumturisë së tij kryepiskopit I Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë Ot Ioan, u mlodh sot me 7 shtator 2025 në selinë e kryepiskopatës së hishme të Tiranës në përputhje me statutin e Kishës dhe zgjodhi si mitropolit këtë mitropolisë së shenjtë të Korçës, hirësinë e tij episkopin e Krujës Zotin Anastas. Burr me sjellje dhe moral shembullor dhe me hishmëri priftërore, I sprovuar I mirë në jetën kishtare, I paisur me arsimin e dur kishtar,
plot me besim dhe me aftësi dhe me eksperiencë të shumë dhe gjërë të çështjeve kishtare, si rrjedhoje shërbimit të tij të nderuar dhe të pëlqyer, të deri tanishëm në Kish, u zgjodh mitropolit kanonik i Mitropolisë së Shenjtë të Korçës, Tiranë, me 16 shtator 2025. Kryepiskopi i Tiranës, Durrësi dhe gjithë Shqipërisë, Zoti Joan dhe gjithë sinodi i shenjtë përreth tij. Fronëzimi i Mitropolitit të Korçës do të kryhet në datën 27 ora 11 ditën e shtunë në Katedralin Ngjallja e Krishtit Korçë. I bekuar është Perëndia ynë gjithnjë, tani e për herën e jetës të jetëve. Lavdimë ty o Krisht Perëndish, presa jon, lavdimë ty. O mbret qiellor, ngushëllimtar, shpirti së vërtetës që ndodhesh kudo dhe i mbush të gjitha, thesari të mirave dhe dhëruesi jetës, eja do qëndron ndër ne dhe pastrona nga çdo njoll dhe shpëtoi mirë shpirtra tan. Shenjtë Perëndish, shenjtë fuqishëm, shenjtë pavdekshëm Shirona. Shenjtë Perëndish, shenjtë fuqishëm, shenjtë pavdekshëm Shirona. Shenjtë Perëndish, shenjtë fuqishëm, shenjtë pavdekshëm Shirona. Lavdiatit e Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, tani e për herën një jetë, amin. Një të rëshenjtë më Shirona, o Zot falë në mëkatet tona, o Zot i madh ndjej pavësitë tona, o i shenjtë rështro dhe shëro sëmundjet tona premrin tënë. Më shiro Zot, më shiro Zot, më shiro Zot. Lavdiatit e Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, tani e për herën një jetë, amin. Aty në që jetë në qej, u shenjtë roftë e mblyt, ardhë mbretëria jote, u bëftë dëshira jote, si në qiell ashtu dhe mbi dhe. Bukën tonë të përditshme, jep na neve sot, dhe falë na fajet tona, sikurse dhe ne ma falim fajtorëve tanë, dhe mos na shtirë në ngasje, por shpëtona nga iniku. Se jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia, e Atit e Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, tani e për herën e jetës të jetëve. Mëshirona o Perëndis i pas mëshirës sate të madhe, të lutemi dëgjoj mëshiro. Mëshiro, Zot, mëshiro, Zot, mëshiro, Zot. Lutemi për të krishterët, shpresëtarë dhe ortodoksë. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Lutemi për kryepiskopin tonë Joani dhe për gjithë vllazërin tonë më Krishtin. Mëshiro, Zot, mëshiro, Zot, mëshiro, Zot. Se ti e
Perëndi mëshirues dhe njëri dashës, dhe ty ta drejtojmë lavdinë, Atit e Birit edhe Shpirtit të Shenjtë, tani e për erën e jetë të jetëve. Lavdimë ty, o Perëndia ynë, lavdimë ty. Atit e Birit edhe Shpirtit të Shenjtë, tani e për erën e jetit. Amin. Mëshirohë Zot, mëshirohë Zot, mëshirohë Zot, beko krye Zoti i shenjtë. Ai që dërgoi prej qiellit në fom gjurë ashtë të zjarta shpirtin e të rëshënjtë mbi nxënësit dhe apostujt e tij të shenjtë, Krishti Perëndia ynë i vërtet, me ndërmjetimet e nënësit të shenjtë të pacënuar dhe krejtë të papërlyer, me fuqinë e kryqit të nderuar dhe jetë bërës, me mbrojtjet e fuqive qiellore të nderuara dhe të patrup, me lutjet e të nderuarit të lavdëruarit profetit pararendësit dhe pagëzorit Joan, të apostujve të shenjtë të lavdëruar dhe të dëgjuar, të dëshmorëve të shenjtë të lavdëruar dhe mundës të shkëlqyer, të etërve ta në shënar dhe yprurës, të yprindërve të shenjtë të drejtë Joakimit edhe Anës, të dëshmores së madhe Efimia që lusim sot dhe gjithë shenjtorëve, na mëshiroftë dhe na shpëtoftë, si Perëndi i mirë dhe njeri dashës. Falenderimet të ngrohta i detyrohen Perëndis triadik, se me anë të votës së fortlumturisë së tij, kryepiskopit të Tiranës, të Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë, Joanit, edhe të kryepriftërinjve të sinodit të shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, unë i përulluri, u votova mitropolit i mitropolisë së shenjtë të Korçës. E pranoj këtë detyrë dhe shërbes të nderuar kishtare. Premtoj se duke punuar me zel dhe vetëmohim me hirin e Perëndis, do të kryej të gjitha detyrat kryepriftërore për të barituar mitropolinë që më është besuar, duke ruajtur me besnikëri kanonet e shenjta dhe të hirshme, traditat e shenjta dhe ligjet kishtare. Do të bindem me të gjithë përullësinë ndaj vendimeve të sinodit të shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, duke mbrojtur të drejtat e Kishës. Në lidhje me këto, jap siguri të plot, duke nënshkruar vetë me dorën time, i zgjedhuri mitropoliti i Korçës Anastasi. Me uratat e tërve tanë të shenjtë, o Zot Jesu Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Le t'i lutemi Zotit që të forcojë me hirin e tij të dy mitropolitët e porsha zgjedhur në baritimin e Grigjës që ai dhe Kisha po ju abeson. I urojmë punë të mbar të dy mitropolitëve të rinj, të denjtë. Nga Tirana, për Radio Ngjallja, nga selia e Sinodit të Shenjtë, Djakon Aleksandri.